Po pra, që shkruar e zezën të bardhë. Tash kur këta arrin të fusin duart tek dispozita e cila është e shkruar, atëherë ne këtu nuk kemi më çfarë të themi. Pra, këtu ndryshon banda nga shteti. Genci më fal, kushtetuta thotë qartë fare. Më fal Genci, 179-a. Thotë mandati i 2017-s dhe 2020-s mbaron 2025. Të gjithë mandatet e tjera janë mandate plota. Nuk mundet të ndërpresim ti. Nuk kam, është e qartë, është e Sonila Betja në fakt ka vijuar mandatin tuaj. Është mandati im, rastësisht, pra, është mandati i 2016-s. Ka 8 vjet e 11 muaj se një muaj. Jo, është mandati plot. Si mandat. Pra e thot kushtetuta qartë si vetëm mandat 2017-s dhe 2020-s mbaron 2025. Pastaj nuk mund të thuash ti edhe mandati tjetër i 2016-s mbaron 2025-ën ose Po, këtë loj e hapi presidenti i Republikës në procedura absurde kur vetë kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali. Më herët kishte vijuar procedurat normalisht për dorëheqjen e Toskës. Ndjes Genci. Në fakt e ka hapur gjykata kushtetuese në një vendim të dhjetorit vit kaluar, ku ka përmendur në mes rreshtas në mënyrë pa lidhje, pra pa pasur në objektin e shqyrtimit gjyqësor, mandatin e zonjës Bejtja. Ka prapër dhe mandat e Zaçe. Pra, gjykata kushtetuese e ka cituar në mënyrë padashje me thënë drejtën, dhe presidenti e ka marrë të citim, e ka kthyer në formalitet, pra me një shkres formale shqetësim lidhur me antarët e kushtetuese, e ka marrë në lëvizje gjykata kushtetuese e tjera pastaj për të procesin. Okej, avokat po, për ta çuar deri në fund, më thuaj? Këto emërime duke nisur që nga presidenti, po themi, sepse lidhen gjërat. Pra, emërimin e presidentit atribojnë Taulant Ballës, i cili ka këtë lloj përplasjeje. E kupton sepse çështja Berisha, klubi Partizani, është një çështje e cila në një pjesë të madhe është një skaner që është bërë reformës në drejtësi, institucioneve, ku nuk është përfillur as shorti, as ligji kanë bërë çka dashur me atë çështje, dhe këta njerëz tash që i shërbyen me këtë të KPK-s që duan ta çojnë gjykatë kushtetuese në auretën, çfarë karrierë profesionale kanë bërë këto përveç se kanë manipuluar, falsifikuar edhe kanë shkatruar sistemin, për çfarë duhet vënë në gjykatë kushtetuese këto. Dhe këto lëvizje bëhen tashi që në sistemin e drejtësisë janë konstatuar simptoma shumë të rënda, të lidhura jo vetëm me krimin, por të lidhura edhe me krimin politik, të lidhur edhe me të huajt në thojza dashamirës të shqiptarëve. Ju shikoni, Rion Velia ka qenë nga individet më të rrezikshëm në fushën e drejtësisë. Këto lidhje këtë po dëshmojnë. Po pra, dini që ka shkuar personalisht Rion Velia te Juri Kim, edhe që është bërë presion që të quhej Ankimuse Geleta Libeaj, pa që në gjyqin e Vulës dhe të Ciklës dhe e mbajtën Partinë Demokratike 3 vjet. Qartë, avokat. Po, avokat. Janë sistemit zgjedhor. Pra, të gjitha këto nuk janë rastësi. Janë metastazat të njëjtit tumor, thua, pra, të këtij trupit të krijuar enkas. Ky është oktapodi. Ky është oktapodi. Okej. Romier, ka diçka. Jo, në kuadër, nëse do më lejosh para se do të pyet në kuadër të debatit, meqense na u hap edhe nga zoti Muçi, i nisa dhe Elkirit dokumentin për të konfirmuar faktin sepse mandati i zotit Muçi ishte mandati i plot. Dhe dokumenti që po shikoni është dokumenti i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi i firmosur nga Ardian Dvorani. E kuptoni, për vakancën e shpallur nga gjykata kushtetuese. Edhe specifikohet që në hyrje të saj që mandati është mandati plot. Pra, jo se thot zoti Muçi, po thotë zoti Dvorani. E thon institucionet, e kupton, e thon në fund fare pastaj dhe dekreti i presidentit të Republikës, pra sigurisht dekreti janë shumë vendimarrje institucione titullare të rëndësisë së lartë që kanë firmosur atë gjë bazuar në kushtetutë. Pra, është i qartë që po kërkohen të rrëmbehen këtë mandat. As diskutohet dhe është në kuadër dhe çdo gjë bëhet në kuadër të këtyre diskutimeve për ne hapi vend llagamit dhe jo thjesht për t'i hapur një vend llagamit, sepse po të bëjmë një lidhje midis pikave, në këtë situatë, zonja Pushka, që është kryetare e Komisionit Ligjeve, rezulton me lidhje të ngushta
me familjen apo me çiftin Zoza e Veliaj që herët. Pikërisht, shiko. Dhe si thua, është po zonja Bushka në Komisionin e Ligjit dhe po zonja Bushka e cila kërkon të imponojë brenda sistemit drejtësisë njerëz ndoshta për të krijuar klanin Veliaj brenda tyre. Po patjetër se që dojnë ndërprisja e pyetjen, sepse duke qenë që e njoh si çështje, domethënë historiku i kapjes reformës drejtësi ka nisur që në gjenes me ato OJF-të e famshme të Ajola Xozës dhe Erion Velie dhe të gjithë personazhet që ne flasim i kemi në krye të sistemit të drejtësisë, edhe që kërkojnë të jenë prapë pjesë si zonja Llagami e të tjerë, kanë qenë pagamarrës në Erion Velie dhe Ajola Xoze. Por me bylla e shizje të tjera me radhë që mos i rikthehemi se kemi thënë, i kemi stërthën. Po kur doli kjo historia, unë po bëja edhe një verifikim të atyre informacioneve dhe materialeve për rolin e gjithë secilit, edhe doja të ndaja vetëm një moment sa skandaloz aq edhe qesharak. Edhe vetë Klotilda Bushka ka qenë pjesë e skemave të OJF-ve me Ajola Xozen me kompani të vetëm. Në vitin po, ta shpjegoj, nuk është këtu, nuk është momenti për të qeshur dhe pak më vonë. Në vitin 2016 ajo ka hapur një zyrë juridike, ka qenë një vit para se të merrte mandatin e deputetit. E kishte Selim duke mos gabojnë Komunë Parisit atë diçka e tillë. Dhe në 2017, kur do merrte mandatin e deputetit, e mbylli për të shmangur edhe këtë konfliktin e interesit, por të shmangur edhe problemet, gjurmët dhe arregjia po nxjerr dokumentet. Por në të gjithë këtë vendimarrje veprimtari që ka bërë, ka një moment skandaloz. E di se si e ka mbyllur Klotilda Bushka niptin në tatime dhe QKB? Nuk e dini. Duke çuar një deklaratë vdekje. Çfarë? Po. Në faqen e QKB-s janë këto materialet, në faqen e QKB-s nipti është mbyllur me deklaratë vdekje. Tani do bëj një pyetje naive kush. Tani nipti e ka pas Klotilda Bushka si person fizik. Çfarë datë është bërë mbyllja? Është bërë në vitin 2017. Dhe kjo gjë është duhet të mbyllur sa më shpejt. Po për të mbyllur sa më fix, pra sepse ta mbyll dhe shmang dhe një gjë tjetër, vdekja. Më fal. Vdekja shmang edhe të gjithë detyrimet e tjera. Nuk dyshoj nëse mund të ketë pas detyrimet prapa mbetura gjoba apo penalitete që duhej shmangur, por është bërë me urgjencë. Dhe çfarë ndodh? Se zakonisht pezullohet. Pasi sepse kjo si historik doli pak në 2021. Doli si histori u përmend, po u la pak në harres. Dhe çfarë ndodh? Pasi doli kjo, në QKB dhe në tatime bëhet një ndërhyrje ekstra ligjore, domethënë pa procedurë ligjore, dhe ai që konsiderohet si lapsus, se nuk është lapsus, sepse ishte shoqëruar edhe me një kartë identiteti të zonjës Bushka, tek pjesa e deklaratës së vdekjes. Gjë që nuk ndodh në një procedurë normale, sepse ti kërkon për të ndarë një procedurë për të mbyllur niptin, paguan atë 200 lekëshin, dhe ti jam mbyll pas një problemi, nuk ka nevojë për gjëra të tilla. Ka qenë person fizik, pse është shumë e vështirë person fizik. Person fizik, po për të mbyllur për shumë shpejt, sepse ka qenë mbyllja është bërë diku mos gaboj në muajin qershor për pjesën e kandidatimit dhe deklarimit të formularëve. Dhe më vonë sot, po të hapim po të njëjtën faqe dhe prandaj ato dy materialet, është bërë ndërhyrja dhe rregullimi, pra është hequr nga certifikata e vdekjes, pra deklarata e vdekjes, janë fshirë dhe është bërë procedura normale. Sot është bërë procedura normale. Po, është zvendësuar. Po sa kur është bërë? Mund ta ky ndryshimi, ta them unë, ky ndryshimi është bërë, domethënë, unë bëra verifikimin sot. Pra dhe model e ndryshuar. Në 2017 dhe deri në 2021 ka qenë me certifikat vdekje, para. Pasi është bërë gjithë procedura, është bërë pastaj dhe rregullimi. Por për të bërë, nga që u përfol në 2021, por për të bërë ndryshim, duhet hapësh një praktik në QKB. Jo, duhet hapësh, nuk mund të rregullosh asnjë dokument në tatime dhe QKB pa hapur procedurën, të shkruash numrin e procedurës, pra praktikën e të tjera me radhë dhe pa rregullimin e dokumenteve. Nuk na rezulton të ketë një procedurë ligjore për të bërë ndryshime dhe rregullime. Dhe ky është një tjetër tregues që se si trajtohen siç institucionet e drejtësisë, çojmë të bëjmë atë, i komandojmë, ashtu ndodhen në çdo institucion që është shkuar te drejtuesi i QKB-s dhe i është kërkuar hiq sa letra ti dhe fut sa letra të tjera. Pa protokoll, është jashtëligjshme e gjitha ndryshimi që është bërë. Dhe më e bukur, këtë procedurë ka bërë një person me emrin Erald Ismaili. Erald Ismaili ju thot në një gjë? Erald Ismaili është personi kyç i të gjithë OJF-ve të Ajola Xozës. Është personi që ka bërë pagesën 900.000 euro të veshjeve, dhe është personi i cili na rezulton dhe pagamarrës në UKT. Dhe na rezulton edhe
personi që bën procedura për llogari të Klotilda Bushkës. Pra, e kuptoni gjithë të fakun tani kryetarja drejtuese e Komisionit Ligjeve që dikton gjithë reformën në drejtësi dhe ndërhyrjen në reformën në drejtësi, mbyll nitin e saj me certifikat vdekje. Raportojnë krerët e institucioneve. Kështu që investigim në fillim pas seancës. Këtë investigim që ju besoj keni kryer për 1, 2, 3 ditë maksimumi